Visar Zhiti, shalli i presidentit Rugova dhe sari i nën Terezës në hijen e shpatës së Skënderbeut. Presidenti Rugova gjithmonë më shfaqet me atë shallin dramatik në qafë dhe ashtu është dhe në bronz në shtatorët e tij. E mbante si malesorët e Rugovës, të cilët lidhnin mbi krye një shall të bardhë, të gjatë, e kishin për gjithë jetën me të dhe imbulonin. Dridhem kur e kujtoj se kam lexuar, madje kam shkruar poezi edhe unë, që u duaj dhe si qefin po t'i vrisnin në rrugë armiku apo për gjakmarrje. Presidenti Rugova atë shall e kishte si porosi dhe shenje, eci me dramën e popullit të tij në qafë dhe thoshte se do ta hiqte kur të çlirohej Kosova. Presidenti Rugova u bë matari i madh i së pamundurës, sepse na dukej e pamundur atëherë një Kosovë e pavarur nga shteti federativ Jugoslav, një bashkësi e panatyrshme, thoshim, ku Serbia bënte. Pushtuesin agresiv mbi popullin shqiptar që kishte derdhur shumë gjak e kishte luftuar shumë për lirinë e të drejtat e veta. Me Rogovën si prijes, mrekullisht po shkoi drejt një zgjidhje përfundimtare, siç flitet me gjuhën politikës. Dhe presidenti Rugova ishte një politikan i zoti, por edhe shkrimtar, studiues i shkëlqyer, kritik arti. Ai sikur kishte marrë dhe bekimin e shenjtores tonë, nën Tereza, gruaja më e njohur e planetit në shekullin 20, dhe gëzoheshin që prindërit e saj vinin nga Kosova. Dhe ajo vuri shamin e bardhë mbi krye, sarin siç quhet në Indinë e Largët, ku shërbeu si murgesh katolike. Sarin e mbanin gratë e varfëra atje. Prandaj e morën dhe motrat misionare të dashurisë si simbol i pastërtisë shpirtërore dhe i të vërtetës. Nën Terezës, sa do të jenë ndërmendur shalli i bardhë i malesorëve të Rugovës në Kosovën dhe të saj? Që do të ketë menduar kur takonte presidentin Rugova me shall, ndërsa presidenti Rugova e dinte mirë sarin misionar të nën Terezës, me ato 3 vijat blu të virtytitanëve. Edhe Indinë e dinte dhe prej ande i erdhi si shpërblim gandizmi që gjeti shpirtin binjak të Rugova. Ai vetë si president do vinte gurthemelin e parë të katedrales së Prishtinës, që do të niste të ndërtohej në Kosovën e lirë në vitin 2005 dhe do pagëzohej me emrin e nën Terezës. Jam i lumtur që midis firmtarëve që kërkuan të ngrihej ajo katedrale, është dhe emri im. Thirrjen madh ata firmosja poeti ynë Ali Podrimja. Nisma kishte qenë presidentit Rugova. Ishte dhe 600 vjetori i lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mbrojtësi i pahajpër i qytetërimit perëndimor, siç shkruhet në piedestalin e statues së tij madhështore mbi kal në Rom. Hija e shpatës së Skënderbeut binte dhe mbi fytyrën e Rugovës. Është dita e lindjes së presidentit historik dhe të parë të Kosovës. Presidenti Rugova bëri histori. Dhe Ballkani është i vështirë, për të thënë se prodhon histori më shumë që mundet, ndërsa perandoria komuniste binte dhe Jugoslavia shpërbëhej duke u bërë më e egër në qendrën e saj në Serbi, ku në Beograd kishte dhe akademi se si mund të shfaroseshin shqiptarët nga trojet e tyre në Kosovë, që ndresa vazhdonte, të drejtat e shqiptarëve në përkëmbeshin, mohoshin verbërisht dhe derdhi gjak shqiptari, më të qartë se kur, këmbëngulës dhe me një dinjitet martirizues. Shqiptarët po prireshin nga Rugova, ai arriti t'i mbledh rreth vetes dhe çështjen e Kosovës ja bëri të njohur opinionin botëror, sensibilizoi botën pa u lodhur në kërkesat për të drejtën kombëtare. Rugova po shuhej tashmë si Gandhi i Ballkanit, lider në pushtim, intelektual i klasit të parë, politikan sa i thjesht dhe enigmatik, filozof gandist në Ballkanin e egër, akademik, i njohur në kulturën kombëtare, kryetari i shkrimtarëve dhe kryetari i partisë së parë opozitare i Lidhjes Demokratike, që të kujtonte në emër lidhjen e hershme të Prizrenit, me portretin e Papa Vojtilës në seli, tani për të kundërshtuar hapur regjimin komunist të shovën të slavëve të jugut, horvit të cilëve i vran baban dhe gjyshin mbas luftës së dytë botërore. Jetimi që do të bëhej ati një kauze asaj të çlirimit, duke i kushtuar i të ri pavarësisë së vendit, që dëshironte ta fitonte me mjete paqësore, edhe pse kishte përballë egërsi, padrejtësi, mashtrime, dhunën e një shteti të kthyer në stalinist, plot krime nga më makabret. Rugova i shmangej se keqes për të mos u bërë si ajo dhe u dilte përballë të gjithave. Dhe u bë ikona e paqes në popullin e vet të pakët, duke bërë të njohur çështjen e Kosovës në Europën së hëbat si rrjedhoi dhe veten. Vetëm pushtuesi nuk po kuptonte dhe zhbindej gjithnjë me ligsht. Nga që po bëhej dhe më mizor, bijtë e popullit rëmbyen në armët, u bë uçkja. Ishte kushtrimi i brendshëm skënderbejan. Duhej shpata heroit. Në Dardanith në Nish në vitin 1443 ndodhi betejë e madhe e qendresës kundër osmanëve. Aty ishte Skënderbeu. Betejën e udhëhiqte komandanti i shuar hungares, Janosh Huniadi. Ai fitoi dhe Skënderbeu i braktisi osmanët dhe u kthye në atë që të vazhdonte luftën dhe të merrte në zotërim trojet, që familja Kastrioti i kishte edhe në Kosovë. Skënderbeu në alenac me Huniadin u bën mbrojtës të Europës, ndërsa Rugova kërkonte ndërhyrjen e botës për mbrojtje dhe pavarësi, paqe e stabilitet. Ndodhi ajo që s'kishte ndodhur, kryqëzata morale. Për herë të parë në historinë e vet, koalicioni më i madh ushtarak, NATO, ndërmori një aksion luftarak kundër një shteti evropian, fshini dhe pushtuesit njëkohësisht të vendit të Rugovës. U arrit çlirimi aq i vështirë të fitohej vetëm me gjakun e derdhur të shqiptarëve. Dhe atëherë në shtetin ende pa vend, në vendin ende pa shtet, në kryeqytetin e të cilit po viheshin shtatorët e të rënëve më të fundit dhe krahas tyre në radhë të parë ato, shtatorët e Skënderbeut dhe të nën Terezës dhe
Populli zgjodhi president Ibrahim Rugovën, njeriun urtak dhe të vendosur, të pahepurin dhe të ballëpërballshmin, vizionarin, të armatosurin pa asnjë armë, me fushbetej ideale dhe të drejtën, qendresën paqësore, bisedimet, diplomacin, bindjen, sa dhe robërisë se vet nuk iku përmes plojës. Dhe kur po kurorëzoi çështja ëndra, pavarësia në prag të bisedimeve përfundimtare, ikën para kohë nga jeta duke krijuar krahas dhimbjes së përgjithshme një bosh të madh, po edhe për shtjellim civil. Që do të bëj pas ti, në kohën post-rugoviane, siç po e quani natyrisht, vlerat dhe meritat e Rugovës janë të padiskutueshme, puna dhe vepra e tij janë të pashlyeshme e mbi të gjitha një përvojë e rëndësishme dhe emblem njëkohësisht, institucioni presidentit, porositë së cilës kanë vlerë të gjithmonë. Rugova punoi me shok, me popullin e tij, u besua dhe u çmua, u mbështet fushimisht nga dhe uam nga Tirana, pra ai hapi një hulli ku mund të vazhdojnë të tjerë. Ai e la për kushtimin suprem dhe frymën e vet, që vazhduesit i çonin mëtej. Pra gjithsesi ai ka pasues, punën, idet dhe bashkëpunëtorët. Po edhe vet Rugova ishte pasues, nuk u krijua nga e veçanta dhe shpirti i tij nuk u importua, por sublimoi nga historia dhe shpirti i popullit të vet, që do pashën harmonin, dita njo popujt e tjerë, të bashkëtoi dhe të jeti pamposhtur deri në sakrificë përballë vuajtjeve. Ai sikur bashkoi durimin e Skënderbeut, kur ishte nënpushtuesi në kryeqytetin e perandorisë otomane, me hovin e shenjtë të Nën Terezës, që ikte në përbot në ndihmë të plagëve të njerëzimit. Rugova aspiroi qytetërimin perëndimor, kulturën katolike për të bërë edhe më shumë frymëzues i bashkimit, duke i bashkangjitur vetes krahas fesë muslimane të tanishme dhe atëm të hershme të krishterën, sepse ai e dinte mirë se popull nuk do të thotë vetëm të gjallët e tij, por edhe gjeneratat e të vdekurve. Pas paçes vjen buzëqeshja. Nën Tereza buzëqeshte bukur, Rugova tronditshëm. Po Skënderbeu, apo jarat e ardhmes, Rugova pa nga larg pavarësinë e gjysmës së mbetur dhe priu si një profet në ecjen e funeral drejt saj, dhe në mbërritje shkoi të shplodhet për të lënë ta prekin të tjerë çlirimin, me mira vet popullin. Prandaj dhe lindi trualli amtar në qytetet tona të mëdha, në Tiranë dhe në Prishtinë, në sheshet kryesore që kanë emra të përbashkët Skënderbej, Nën Tereza, qytetarët me mira mblidhen dhe përkujtojnë presidentin Rugova, lule dhe qirini dhe fjala e bukur shqipe në Ballkanin ende të trazuar, në Europë dhe përtej oqeanit, në kontinentin amerikan, në SHB, pra shtete nga gjithë bota, e kanë njohur presidentin Rugova. I kanë ndjer fushinë e brendshme plot paqe. Dhe kujtojnë takimiet me të. Ai i habiste të gjithë, u dhuronte gur të Kosovës, të pasurisë së saj që vezullonin. Dhurat e thjesht dhe emocionale, plot me mesazh. Dhe si simboli qendresës shqiptare, por dhe si shkak përse bëhej lufta. Ja për këto, dhe i tregon të botës që ne jemi me ju si këta gur. Rugova, një gur i madh i bukur, i çmuar e plot me zezëllima diellore në historinë e shqiptarëve. Nxjerr nga libri Rugova Prisi Intelektual, botimi fondacionit që mban emrin e presidentit të parë, Prishtinë. Visar Zhiti është shkrimtar shqiptar i përndjekur në periudhën e regjimit komunist, përkthyes deputet, diplomat, ish ambasador i Shqipërisë pranë Selisë së Shenjtë dhe ish ministër i shtetit shqiptar.